Është tejet shqetësuese kur ende në xhamia tona, jo veç ky qytet, po them ashta në botë, ende kemi xhamat të xhamave që kanë problem me namazet ditore. Vëllazën, kjo është thirrja e fundit. Mas jemi këto ditë të bekuara, ditë që ka përzgjedhur Allahu për hatër të Zotit, jo për hatërin tëm, apo të atij apo të ti, po për hatër të Allahut fillon në namazin. Harrojeni që për rregulloni dynjan apo ahiretin pa namaz. Harrojeni që për rregulloni raportet familjare apo bashkëshortore pa namaz. Ju rrej, ju mashtrojnë ata që thojnë pa namaz, po jetoj i lumtur. Vallai lumtur veç shejtani koft, ashtu edhe ai që është pa namaz më në i lumtur. A është i lumtur shejtani? Jo valla, në vujtje është. Që qitash është në vujt. Kur ishe musliman këtë botën, thot unë jam urdhnuar, thot si më shkuar, si më përgjigj Allahu, çfarë ka çuj përgjigje? Pila edhe ditën e Arafatit shëmbërzitet kur i shef musliman. Ka madhrojnë Allahun te bareke ve teala. Nuk ka histori e suksesit pa namaz. Të rrej njerëzit. Këta pa namaz kanë probleme për ata. Ky popull është me dy smundje që po shtohen dita ditës. Smundjet e para, smundjet nervore, që rregullim stabiliteti mendor. Këto ditë umra me nejt me njërin prej neuropsikiatrëve të njohur. Valla tha dhe një 10 muj se kam sa të zënta seancat. Pse çash ka llak. Me hoxhallar ku të rresh nën stop thirrën. Se dhe smundje shpirtërore. A mos po thon krejt, po 90% edhe të neuropsikiatri, edhe të hoxha që shkojnë janë pa namaz.